Janë studentë të ardhur nga Spanja, shoqëruar nga profesorët e tyre, të cilët për 3 muaj do të zhvillojnë praktikën profesionale në institucione e biznese që operojnë në Gjirokastër. Vinë në kuadër të programit Erasmus+, nga një institucion arsimor që ofron diploma 2 vjeçare në fushën e teknologjisë së informacionit dhe inteligjencës artificiale. Y venimos con un grupo de estudiantes. Kam qenë në vendet të tjera ku kam shoqëruar studentët e mi, por në Shqipëri është hera ime e parë. Na kam pritur kaq mirë dhe uroj që djemtë e mi të përjetojnë një eksperiencë të shkëlqyer. Periodo de 3 meses. Jam shumë i lumtur që ndodhem këtu. Përveç praktikës, do të kemi kohë të njohim nga afër edhe rajonin tuaj, të mësojmë më shumë për kulturën tuaj. Gjirokastra më duket shumë e bukur. Ata janë pritur nga rektoria Hucana, i cili u shpreh se këto bashkëpunime luajnë një rol të rëndësishëm edhe në promovimin e vlerave kulturore e turistike të rajonit jugor. Universiteti e Kerem Çabeji i Gjirokastrës ka shumë partner perëndimor, kryesisht në vendet e Evropës perëndimore, një prej të cilëve janë dhe shkollat teknike dhe universitetet e Spanjës. Pas UNED-it që cili ka është prezent tashëm një nga universitetet më prestigjioze të botës, tashëm Universiteti i Kerem Çabeji i Gjirokastrës ka dhe kontakte me universitetet tjera dhe me shkolla teknike, të cilat u vinë në ndihmë jo vetëm studentëve tanë, por dhe të rive spanjoll, për të njohur arritjet në qytetin e Gjirokastrës, për të njohur sa më afër vlerat turistike këtij qyteti, si një pasuri e padiskutueshme e UNESCO-s. Të mos harrojmë që Gjirokastra ka 3 element në pasuri të UNESCO-s tashëm, është Këngalabe, është vetë qyteti i Gjirokastrës dhe lumi i Vjosës. Pra, nuk ka rajon të Europës, në një rajon kaq të vogël sa ç'është Gjirokastra dhe 3 elementë të saj janë pasuri UNESCO-s. Janë pikërisht këto vlera, të cilat ne duam t'i promovojmë si universitet për të arritur potencën e këtij rajoni, në të mirë të zhvillimit ekonomik. Pra, Universiteti i Kerem Çabeji i Gjirokastrës tashëm nuk është një universitet i cili prodhon thjesht diploma për disa të rinj, por është një universitet i cili promovon vlerat ekonomike të rajonit për t'i dhënë një zhvillim akoma dhe më tej turizmit në Gjirokastër, por dhe zhvillimeve tjera ekonomike. Pra në fundit, universiteti tashëm po kthehet gjithnjë më shumë në shërbim të komunitetit. Pra, mos qenë thjesht një universitet për universitet, por për të qenë një universitet në shërbim të komunitetit. Dhe ky tashëm është një mision i cilin ne nuk e shikojmë të pamundur, për të qenë në njëjtë rang si universitetet botërore ose europiane, të cilat vijnë në shërbim të komunitetit. Të tjerë student pritet të vinë nga jashtë në Gjirokastër gjatë këtij viti akademik, ndërsa të rinj nga Universiteti e Kerem Çabeji do të udhëtojnë drejt vendeve europiane, ku aktualisht duke kryer praktikën profesionale janë 6 student, 2 në Letoni dhe 4 në Poloni.